Përshëndetje Arbërit dhe Drini, sot do t'ju tregoj një legjend, Vajza e Verdhë. Shumë kohë më parë, në një shpellë të errët, shumë larg njerëzve, jetonte një plak me të bijën. Ato kishin një lopë të kuqe. Nga njëri gjë i lopës së kuqe rrinte qumush dhe nga tjetri mjalt. Vajza ngjante me një shek të pjekur në rrezet e diellit. Faqet i kishte më të shndritshme se hëna. Shikimi i saj të plagoste zemrën. E quajtën Vajza e Verdhë nga gërshetat e saj, që nga ngjyra i ngjanin qelibarit. Vetëm se ajo ishte e druajtur, e turpshme, një fjalë e thënë fort e trëmte, ato dhe i skuqeshin faqet. Çelin trëndafila në faqe, dhe çfarë trëndafilash! Ajo e tëra bëhej mjalt nga goja dhe nga goja i fluturonin bilbila. Vajza nuk dilte asnjëherë nga shpella, asnjë në anët e saj nuk e shikonte, biles edhe diellit nuk i shfaqej. Ajo rritej duke u shqyer me mjalt dhe me qumush nga lopa e kuqe. Njëherë vajza zbriti tek lopa në shpellën e poshtme, pa pritur nga thellësia se nga erdhi një zhurmë. Ajo ndaloi të mbante vesh. Vajza e Verdhë, për të ardhur unë po vi, po më trego si të vi, me ulurim apo me gurgullim. Vajza e Verdhë u trom. Kjo zhurmë i hyri në zemër dhe i turbulloi gjakun. Ajo ja mbati me të kaltra, si fleta e lehtë e verdhë e djegur nga era. Duke ju marrë fryma, ajo mbërriti tek nëna, u përplas tek ajo duke qarë, por në fund të lotëve, nga sytë i rridhnin diamante. Më në fund, ajo e mlodhi veten dhe pastaj, duke mbështetur kokën tek njëra tjetra, nëna e vi filluan të zhyten në mendime. Ç'ishte kjo? Zëri i shpellës, zëri i xhindeve, apo zëri i nënës së demonëve? Pra, atje dikush është. Kështu përpiqeshin ato ta gjenin, por nuk gjetën gjë. Erdhi mbrëmja. Vajzës së Verdhë nuk i rrihej, nuk zinte vend gjëkundi. Kundër vullnetit të saj, kundër dëshirës, ajo zbriti përsëri në shpellën e poshtme. Dhe kësaj rradhe i erdhi në vesh zhurma. Vajzë e Verdhë, Vajzë e Verdhë, e do ti këtë apo nuk e do? Një lloj është, unë po vi tek ti. Vetëm më thuaj, të vi me gurgullim apo me ulurim? Ndoshta vajza donte të heshte, por ajo pa e kuptuar as vetë ju përgjigj, me gurgullim, me gurgullim. Ah, mos vallë ti e the këtë? Gjëmuan shkëmbind, shkëmuzonte ujë dhe me ulurim e mori me vete Vajzën e Verdhë. Ç'ndodhi me të? Ç'u bë me të?